Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për zgjedhjet në Kosovë në përfundim të procesit zgjedhor. Ditën e djeshme pra mbrëm patëm rezultatet finale që u zyrtarizuan mëngjesin e sotëm. Kemi 21 komuna të fituara dhe 17 për të tjera që shkojnë në balotazh pra për të zgjedhur kryetarin e ri që do të qeverisë për 4 vitet e ardhshme. Mes të cilave është edhe Prishtina, po për të analizuar këtë proces zgjedhor do të kemi të ftuar sërish profesorin Selatin Ret Koseri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Faleminderit ju. Parashikimi që bët dje ju doli edhe për lëvizjen vetvendosje, kemi një rënje të saj, por unë do të shkoj çik më herët nga bisedat e para që ne kemi bërë bashkë, mbaj mend që më keni thënë që lëvizja vetvendosje nuk ka struktura, edhe ndoshta ajo në të gjitha qytetet. Edhe ndoshta ajo fitoria e madhe e 2021-shit, ndoshta erdhi dhe si mallkim për atë që e priti më pas. Por mbi gjitha, kush fitoi dhe kush humbi në këto zgjedhje? Në radhë parë do të falenderojmë qytetarët që dolën në këto zgjedhje për disiplinën, për mbajtjen e rendit, për qetësinë dhe për votimin nuk do të thoja masovik, por pa marrë parasysh që Kosova ka në regjistrin votues mbi 2 milion qytetar, në Kosovë për momentin nuk ka më tepër se 800.000, 900.000 votues. Prandaj ato listat fryra sigurisht i kanë të gjithë qytetarët të cilët kanë migruar dhe me vite, nga vitet e 90 më herët kanë shkuar në botë në perëndim, edhe ata sot figurojnë si të regjistruar, por sigurisht një numër shumë i vogël i tyre arrin të votojnë ose kthehen në vendlindje për të votuar, sidomos për zgjedhjet lokale, interesimi për votë është shumë i vogël. Prandaj edhe dalja në këtë zgjedhje rezulton. Ndjes se ju ndërpreva mund të jetë një debat tjetër, a kanë të drejtë që ata qytetarë që kanë 30 vite që kanë ikur, edhe të vendosin për si do ndërtohet një rrugë në një fshat apo një urë. Por ky është më debat tjetër. Sigurisht do të bisedojmë hera tjera, më rëndësi është që procesi zgjedhor shkoi gjithçka në rregull edhe e kryejtë më një proces siç ka ditë Kosova për vite të votojë. Mendoj që asnjëherë në Kosovë zgjedhjet lokale me zgjedhjet e përgjithshme nuk kanë pas rezultat të njëjtë, sidomos kur është në pyetje vetvendosja. Për shkak se vetvendosja nuk ka strukturë, s'ka pas dhe nuk ka arritur asnjëherë të ketë dhe votohet këtu vetëm për një emër. Albini u mundua shumë që të ketë ndikimin e tij. Dhe sikur këto janë zgjedhjet përgjithshme, jo zgjedhjet lokale, por megjithatë e kanë dhënë një rezultat sepse përndryshe, po mos përzihej Kurti në këto zgjedhje, rezultati do të ishte edhe shumë më i dobët se sa që në të vërtetë doli. Ai në fakt fitoi apo nuk shkuan në balotazh 3 komuna, njëra prej tyre Podujeva, 3 vetvendosja dhe 2 LDK-ja. Në fakt Podujeva është një qytet i madh, konsiderohet në grupin e qyteteve të mëdha siç është Mitrovica e Ferizoj, por 2 komuna tjera, Shtimja dhe Tartona, Kamenica janë 2 komuna fshat faktikisht, sepse janë komuna shumë të vogla edhe për shkak të migrimit, por edhe për shkak se që dikur u shndrua në ish Jugosllavi komuna, por numër të vogël votuesve. Në përgjithësi, mund të themi se fitues në këto zgjedhje për momentin konsiderohet në bazë të numrit të asamblesëve, konsiderohet LDK-ja, dhe subjekti i tretë është lëvizja vetvendosje. Unë mendoj që në balotazh shkuan disa komuna, dikon më shumë të ka përsëri se i dyti lëvizja vetvendosje, pastaj LDK-ja dhe e treta është PDK-ja, por PDK-ja mori 4 komuna në raundin e parë, derisa LDK-ja 2 dhe vetvendosja 3.
doli ma mirë se sa që unë e komendu dikun 5 apo 6 komuna, por me gjitha te ato ishin, një 3-4 komuna ishin në prag të balotazhit, edhe e arritën me shumë mund. Aty është edhe Gjilani. Mendimi im është se në raundin e dytë do të fitojnë kryesisht LDK-ja edhe PDK-ja, me mundësi shumë të vogla që ndoshta Gjilani, me qenë se ka rezultat shumë ofër, balotazhit edhe më shumë ofër, mos me dalë në balotazh, edhe votat e mërgatës mund të e kalojnë, sot janë numruar, ende nuk e di rezultatin, dhe shumë letë mund të ecë pa balotazh Gjilani. Por në komuna tjera, kjo që ka ndodhur në zgjedhje në raundin e parë mund të jetë maksimumi i vetëvendosjes, sepse janë shterë, ata nuk kanë më antarësi ma shumë, përkundrazi në krahasim me zgjedhjet e vitit 2021 kanë rënje. Të gjitha subjektet kanë rritje, përveç tyre edhe aleancës të cilat kanë një rënje të konsideruar. Përndryshe, ajo që ju e thatë në fillim 21 komunë shkojnë, prej tyre 9 janë të listës serbe, që i kanë fitu 4 komunat e veriut dhe komunat tjera në jug, por shumica e subjekteve politike, përveç një serbe që është me një fshat të Gjilanit, të gjitha të tjerat janë parti, apo shumica janë të partisë listës serbe, e cila përkundër asaj që janë bërë krejt ato veprime, mënyrë që të rriten edhe subjekte tjera serbe, edhe ta rivalizojnë, mendoj që krejt këto që u bën në zgjedhjet e përgjithshme ndikuan që serbët të unifikohen edhe të fitojnë në mënyrë absolute 4 komunat në deri edhe gjitha komunat tjera në pjesën tjetër të Kosovës. Prandaj mendoj që pra ju përkoni që Kurti unifikoi serbët me veprimet e tij. Po, Kurti ka unifikuar serbët me veprimet e tij, edhe nuk u arrit rezultati i duhur. Ka informata se Kurti në ditën edhe ato exit poll-et që dolen të pasigurta në Mitrovic edhe në Podujem duket. Apo në Mitrovic e kishte që kërkoi hetim edhe për Mitrovicën. Për Mitrovicën e kishte kryesore. Ajo është një kërkesë absurde, sepse absolutisht exit poll-et nuk kanë bërë asnjë shkelje. Ata janë dalë me rezultate pas orës 19, kur janë mbyllë gjitha qendrat e votimit dhe absolutisht nuk kanë pas asnjë lloj ndikimi në rezultat. Derisa zoti Kurti i ka shkel edhe heshtjen zgjedhore, e cila ka qenë deri në orën 20:00 të filloj heshtja zgjedhore, natën e zgjedhjeve të shtunën, ai ka qëndru në veriun në jugun e Mitrovicës dhe ka bërë presion edhe në lagjet të cilat Kurti e ka ditë se janë përkras të PDK-s dhe aty kanë përdorur gjitha metodat. Edhe ajo është arsyeja që e ka ndryruar rezultatin e exit poll-it. Përndryshe, exit poll-et kanë pas të drejtë, sepse 3 lagje të mëdha të Mitrovicës, të cilat kanë pas votë masovike për Arjan Tahiri, një intelektual, ideal i ri, një njeri që unë mendoj të tillët duhet të vinë shpreh edhe në komunat e tjera, ai e ka penguar për një matrapaz politik, siç zoti Peci edhe e ka pruar rezultatin afërsisht të njëjtë. Domethënë, rindja është e madhe, se 28 vota ishin diferenca. Prandaj drama është e madhe edhe që nuk po e ka përdin dot Kurti me të tjerët. Po 28, po 600 vota. 600 vota e bëjnë diferencën në këto raste. Dhe për 1000 vota të cilat Albini brenda natës ka arritur t'i binë qytetarët me gjitha format, me pagesa, me blerje vote, me blerje si që bëri blerjen e votave me ndarje të
një ndihmë ad hoc, aty për studentët. Vendimin e mori, se ato ndihma nuk do të arrin kur t'i ndoj. Pastaj studentëve tjerë bursa, dhe ndohë 26 milion keq përdori, direkt për blerjet votës, në fakt e dhanë efektin negativ. Pritjet e Albini ishte shumë i dëshpëruar. Ai nuk doli fare në konferenca siç dilte herave të tjera tek ditën e nesërme. Domethënë dëshpërimi i madh i Kurtit është që ai një matje që e bëri, sepse krejt zgjedhjet lokale ka pas matje të shkoj apo nuk mos të shkoj në zgjedhjet e përgjithshme. Por tani ai është para aktit kryer. Nuk mund të arrijë që brenda kohës balotazhit, sepse veç 30 ditë është minimumi kur duhet shkohen zgjedhjet jashtëzakonshme dhe ai brenda 1 muaji dhe gjys ose brenda 2 muajve, ai nuk do të jetë gjendje ta formojë presidentja opozita për të formuar qeveri dhe është momenti më i volitshëm për të shkuar në zgjedhjet përgjithshme dhe për ta pritur debaklin e Albin Kurtit. Ai jam i bindur që në zgjedhjet e ardhshme nuk do të humbë ashtu si e meriton, por nuk do ta shkel 32% apo do ta ketë një rrëmje minimum 10% dhe kjo do të jetë ajo e mira e zgjedhjeve të përgjithshme të cilat vijojnë. Atë që e kam thonë, edhe ndodhin zgjedhje. Të 3 partitë kanë diçka barabartë, dikon 27-28% dhe subjekte tjera i kanë, domethënë rreth ndo në 1/3, secili ka marrë pushtet 1/3 edhe e njëjta duhet të ndodhë edhe në zgjedhjet e ardhshme dhe koalicionet do të jenë të paevitueshme. Kosova nuk bën në këtë gjendje që është pa koalicione, sepse e pam një qeverisje pa koalicione është shumë e dëmshme dhe shumë e rrezikshme për të ardhmen e Republikës dhe për të ardhmen e popullit shqiptar në Kosovë. Aq më tepër që koalicionet duhen që tani përpara se shkojmë te zgjedhjet e përgjithshme, por ju lutem bashkë me koalicionet më jepni një mendim për Prishtinën. Pra kush e merr kryeqendrën? Prishtinën e fiton përsëri LDK-ja, e fiton patjetër, sepse lëvizja vetëvendosje ka rrëmje të hatashme. Unë kam përvojë në këto koalicionet për balotazh. Koalicionet për balotazh janë nuk e japin rezultatin e pritur. Po marr parasysh që PDK-ja mund të bëhet koalicion apo Urani mund të bëj koalicion me përparim Ramën, rezultatin nuk e jep. Rezultatin e pritur, por pa koalicion fare. Kjo do të shkojë në favor sepse lëvizja vetëvendose ka humbur një terren shumë të madh në Prishtinë. Asnjë prej që ka fillu lëvizja vetëvendosje fitoi Prishtinën që nga viti 2018, kur jam bërë Shpend Ahmeti ka ardhur në pushtet, asnjëherë lëvizja vetëvendosje nuk ka rënë në këtë nivel të ulët. Andaj Prishtina është një përcaktues. Prishtina din të votoj edhe ndodhi ajo që edhe përparim Rama, unë nuk them që e ka meritu, por megjithatë ai që e ka meritu dosht të fitoj i tretin këtë rast Urani, por ai me qenë se nuk fitoj këtu Urani apo PDK-ja do t'i ndihmoj, edhe Alianca të gjithë do t'i ndihmojnë lëvizjes në vërtet Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe pa koalicione fare do të fitoj përparim Rama. Edhe Mitrovicën do të fitoj i nderuari Arjan Tahiri, Prizrenin do të fitoj PDK-ja, zoti si emnin Shaqir Totaj, Gjilani është pikpyetje. Nëse atë arrijet të koalicioni PDK vetëvendosje, në vërtet PDK, LDK edhe atë rrezikohet, edhe pse është në vetëm 1%. Dallimi apo qintate në 0,20% nuk e ka arritur, edhe Gjilani rrezikohet. Edhe pse mendoj që ai djalë do ta kaloj.
do ta kaloj edhe ka mundësi të fitoj, kështu që partitë e mëdha. Në vërtet, qytetet e mëdha, Ferizaj veç e fitoj Agim Aliu pa balotazh i PDK-s, LDK-ja do të fitoj Prishtinën, Prizrenin PDK-ja do të fitoj Prizrenin, Mitrovicën do të fitoj PDK-ja, kush ka mbet? Gjakovën e fiton gjithsesi Ardian Gjini, Pejen e fiton Muhaxheri dhe kështu do të mbetet VV-ja vetëm me Gjilanin. Gjilanin edhe ato komuna që ka pas, derisa gjitha balotazhet tjera VV-ja do psoj debakën. Jam them me siguri të plot, sepse ashtu ka ndodhur të kaluarën edhe raportet. As të i ka krijuar të tilla që qytetarët veç u ka ardhur në majet të hundës edhe nuk i duan më lëvizjen vetëvendosur. Sidomos parti tjera, njerëzit, qytetarët e partive tjera vërtet janë jashtëzakonisht të dëshpëruar, por po del që ka shumë të dëshpëruar edhe brenda vetë lëvizjes vetëvendosje, sepse asamblet komunale në Prishtinë i ka pas bëllë shumë, kanë udhëheq VV-ja, tani me LDK-ja është e para, PDK-ja është e dyta, ata janë prapa tyre. Pikërisht asambletë komunale në tërësi, doja të ndalesha tek pyetja tjetër. Si ka qenë vota edhe rënditja, se edhe këtu në mos gaboj vetëvendosja ka rënje, është mas 2 partive të tjera PDK-s dhe LDK-s dhe ka rënje. Pra tek ajo ndoshta që mund quhet si votë popullore. Vota popullore ishte edhe në të kaluarën LDK-ja kishte votën popullore, VV-ja ishte e dyta, PDK-ja ishte e treta. Tani ato kanë ndryshuar, vendi i dytë i takon PDK-s, i treti LDK-ja, edhe pse me komuna ka mundësi LDK-ja ta kaloj PDK-n, edhe për shkak të Prishtinës, se Prishtina është qytet i madh dhe numër të madh votuesve, prandaj vetëm bazë të asaj se përndryshe PDK-ja del të jetë më e suksesshme në bazë të komunave më të mëdha që ajo do t'i ketë në qeverisje, edhe votën popullore në komunat e kryesisht më të mëdha e ka PDK-ja. Prizreni është komuna e dytë më e madhe në Kosovë, po ashtu edhe Mitrovica është komunë mjaft e madhe, edhe kishte Ferizaj. Ferizaj është komunë e treta më duket tani. Menume nuk ishte dikur, por tani është komunë e madhe, kështu që mes PDK-s edhe LDK-s është një garë shumë e ngushtë, 4-5.000 vota i ndajnë këto dy parti, por 75.000 me 170, diçka e tillë. Ashtu shumë pak i ndonë vota këto, por edhe LDK edhe VV-ja nuk jetë shumë brapa. Por krahasu me zgjedhjet e kaluara apo me trendin që e kishte në zgjedhjet e përgjithshme, ka humbje të jashtëzakonshme. Humbjet e VV-s janë të jashtëzakonshme sepse shumicën e komunave apo harta e Kosovës në zgjedhjet e përgjithshme ishte komplet e kuqe. Tani nuk është vetëm 1-3 komuna janë të kuqe, të gjitha tjerat janë blu, edhe ngjyra tjera të cilat i përfaqësojnë parti tjera, dhe kjo është shumë pozitive. Është shumë pozitive që më në fund populli e kuptoi mashtrimin edhe nuk e duron më shqiptarët e Kosovës, nuk e durojnë më një demagog i cili po mashtron edhe vërtet na ka bërë dëme të mëdha me këto vite që na prishi me Evropën, na prishi me Amerikën, na humbi Këshillin e Evropës, dialogu strategjik. Unë humbet 1,5 miliard investime, jemi në blokad nga Evropa, jemi në sankcione nga Evropa, priten sankcione të reja nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe me krejt këtu vërtet duhet ky popull ta kuptoj se pa Amerikën nuk ka të ardhme, edhe pa Amerikën Kosova do të jetë në pikpyetje të ekzistencës. Priga më e madhe imja për momentin është se pas kësaj që ndodhi
autonomia substanciale e pjesës veriore do t'jetë një diçka e pritshme, edhe ka mundësi shumë që të ndodh marrëveshja apo aneks marrëveshja e Ohrit, edhe t'ja shohim sherrin krejt asaj që është bërë për 4 vite nga divizjave të vendosje, edhe kontratat apo marrëveshjet cilat i kanë shkruar në Bruksel, edhe marrëveshjen aneksin e Ohrit, të cilat marrëveshjen ndërkombëtare nuk kanë çare pa u zbatu. Herët apo vonë. Ma mirë ishte ajo e 2013 kur thoshte Glauku, ishte shumë e mirë marrëveshja e 2013 edhe 2015 njëna e Hashimit e tjetra e Isës, krahasim me këtë që e kemi nënshkruar apo e kemi pranuar në Ohr. Dhe krejt jo zhagitje, krejt jo shtyrje, u bo mu për shkak që të kaloj ky proces zgjedhor, ka priten rezultate shumë të mira, nuk i marrin ato, edhe ai pret, edhe i paralajmëron zgjedhjet e jashtëzakonshme të cilat mas larti gjysa e dhjetorit na pret, edhe presim një rezultat më të mirë, jo shumë radikal, por deri dikun që do të kushtohen me patjetër koalicionet e SPAK-u, 2 subjekteve shqiptare, qoftë ajo dhe vetëvendosja, vetëm që ketë koalicione në mënyrë që të ecim para. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën, edhe shpresoj jemi në pritje të lajmeve për qeverinë e re, sepse Kurti i ka filluar numërimin mbrapsht për 15 ditët që mori. Nuk ka qeveri, mos pritni fare, nuk ka qeveri të re, ka mundësi që nesër ose brenda 2-3 ditësh ketë ankimim. Nëse serbet nuk e bëjnë ankimimin, vërtet do t'jetë Kosova në rrezik, sidomos pjesë veriore. Unë uroj dhe dëshiroj që të ketë ankimim, për ndryshe nuk presim diçka të mirë nëse nuk ndodh ankimimi në gjykatën kushtetuese. Ma mirë do të ishte ankimimi e të shkohet edhe një herë në një proces edhe të zgjedhet dikush që duhet, se sa kjo që ndodhi. Edhe presidentja bëri një lojë me mandatimin, sepse ajo e din shumë mirë, është juriste e shquar, edhe zonja nuk duhej ta mandatonte sepse kishte shkelje kushtetuese, edhe mas me rregullore të vetë, të kuvendit që e ka bëhat rregullore vetë Albin Kurti me qeverinë e tij, por as me kushtetut, ajo i ka taku partisë më të madhe dhe nuk e mujt të si shumic t'ja imponosh zgjedhjen e një nënkryetari që është shumë e parëndësishme në kuvend. Nuk ka asnjë rëndësi nënkryetari i 5 apo nënkryetari i minoriteteve. Prandaj ne presim që shumë shpejt të përfundoj 15 ditë që urojmë që mos të bojnë këta zotërit ankesë në gjykat, edhe Albini fundit edhe ta bëj një koalicion, por nuk ka me këndëvan. Mo është e pamundur që nisma të kthehet me Dimal Bashën, atë kanë deklaru, LDK-ja nuk futet, sepse sheh një shansë mirë për shkuar në zgjedhje, me qenë se i fitoj zgjedhjet lokale, gjithashtu PDK-ja ka përparimet konsideruara dhe unë kam bindjet plot që tani edhe partit ish opozitare janë të gatshme për të shkuar dhe ato as që do ta marrin fare mandatin nëse ja vjen presidentja, sepse as ata nuk i kanë votat. Kështu që zgjedhjet e jashtëzakonshme, nëse nuk ankimohet lista serbe, janë të pashmangshme dhe gjysma e dhjetorit neve në pret në zgjedhje të jashtëzakonshme për parlamentin dhe qeverinë e re, e cila urojmë të mos jetë asesi e Albin Kurtit. Profesor, të falenderoj shumë për bisedën dhe të uroj më të mirat. Më ndirë qofë, faleminderit.